Mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Uroj që kjo video të gjej sa më mirë, gëzuar vitin e ri 2026, të uroj shëndet, dashuri, para dhe begati për ty dhe për familjen tënde. Dhe nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, të lutem, kliko të butoni subscribe, abonohu, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Dhe tani do të filloj me parashikimin vjetor për shenjën tënde të Luanit. Luan, janarin do ta fillosh me shumë energji, me shumë motivim, me ambicie, me ide të qarta, me atë shpirtin tënd luftarak. Do të ketë situata gjatë janarit ku njerëzit do të kundërshtojnë. Mund të kesh edhe debate dhe diskutime, ku do të thonë që këto pritshmëri që ti ke janë pritshmëri absurde, janë gjëra që nuk realizohen, duhet kthesh me këmbë në tokë, duhet kërkosh diçka që është më normale, diçka që është një lloj në krahasim me personat e tjerë. Dhe kjo do të vijë edhe për shkak të zilisë dhe të xhelozisë, sepse shikojnë diçka tek ty që ata vetë nuk e kanë, këto persona që do të kundërshtojnë. Edhe pse në momentet caktuara do të duket sikur ke të gjithë botën kundër dhe nuk ke mbështetje, suport për atë çfarë ti do të bësh, prap shikoj që me kokëfortësinë tënde do të shkosh gjërave deri në fund. Do thuash jo, unë e di se sa potencial kam, unë e di se sa vlej, unë e di që mund ta bëj këtë gjë, mund të duket si fantazi, mund të duket si ëndër, mund të duket si e pamundur, po unë do ta bëj, do ta çoj deri në fund. Do ketë momente gjatë janarit ku do duash të qëndrosh vetëm, do ndjesh edhe pa për këtë dashurinë edhe për krajën e të tjerëve, nuk do ta ndjesh, po edhe ti vetë do të lodhesh nga energjia negative, nga diskutimet, nga debatet, edhe do duash të qëndrosh në qetësinë tënde, ti mendosh gjërat, ti zgjidhësh gjërat vetë. Kujdes, prandaj kujdesi ndaj shëndetit mendor, shëndetit tënd emocional, është një nga prioritetet kryesore në muajin janar. Mos lejo që impakti i të tjerëve, i botës së jashtme, i vështirësive të pengoj. Dhe nuk ka të bëj vetëm me njerëzit, po ka të bëj edhe me energjinë, edhe me fatin, edhe me rrethanat, me situatat, ku të duket sikur bën një hap para të del një pengesë tjetër, bën një gjë, prishet diçka tjetër. Dhe po t'jap një shembull, mund të jetë diçka ndryshe, sepse është një lexim i përgjithshëm. Po për shembull ti thua, ok, ke vënë vetes si synim do mbledh ca para. Mbledh parat të ndodh që të duhet të ndryshosh, të ndrosh gomat e makinës, apo prishet një gjë në shtëpi, duhet ta riparosh, duhet paguash një faturë që nuk e pret. Del diçka, e thua, man, po bëj një gjë përpara, prap më del një pengesë, prap më del një situatë tjetër. Vetëm prit, se shikoj shqetësim në lidhje me parat, me financat, ke një mungesë rehatije, thua si do ja bëj, shpenzimet janë të larta, shumë gjëra, paktën për ato dëshira që ti ke, këto muajt e parë të vitit do të jenë të vështirë. Edhe në shkurt shikoj që shumë gjëra që për shembull më përpara mund t'i kesh lejuar vetes tënde, që konsiderohen si gjëra luksi, në këtë fazë që je nuk i ke mundësit, mund të kesh borxhe, mund të kesh kredi, mund të kesh karta krediti, detyrime që janë të mbledhura dhe ke bërë prioritet të tjerët përpara vetes tënde, përpara nevojave të tua. Mund të jetë kujdesi për fëmijët, shpenzime për fëmijët, shumë gjëra që për shembull le të themi trajtime për lëkurën apo për flokët apo blerje, gjëra të ndryshme që më përpara i ke pasi luks për veten tënde, për shembull nëse je vajzë, ke bërthonjë të çdo muaj, nuk ke më mundësinë të paguash për ato trajtime, dhe në shkurt do ta ndjesh këtë gjë. Do ta ndjesh, do thuash më ka marrë malli të jem në një fazë siç isha më përpara, ku kisha mundësi të përballoja këto shpenzime, ku kisha mundësi të kujdesesha për veten më shumë, ta trajtoja veten, t'ja bëja qefin vetes më shumë. Do të ndodhë gjithçka në një formë graduale. Për ty si Luan, gjatë gjithë këto 6 muajt e parë, sidomos të vitit, Jupiteri është si energji, është në gafore dhe është në shenjën përpara teje, pra nuk e shikon fatin, nuk e ke shumë afër teje, është
është i blokuar, është ajo faza, sidomos për ty nëse e ke dhe ascendenten në Luan, që konsiderohet është në fazën e errësirës, e themi në termin astrologjik, që nuk e sheh fatin, duket sikur gjërat po të ecin ters. Mbas qershorit gjërat ndryshojnë për ty, kështu që bëj durim sepse fillimin e vitit, janarin, pjesën e shkurtit, por mbi të gjitha marsin. Në mars shikoj vështirësi nga ana financiare. Vështirësi që do ta kalojnë këtë pjesën e s'kam mundësi të paguaj për lukse, s'kam mundësi të shkoj të pres flokët një herë në javë për meshkujt, apo një herë në 2-3 javë, apo për vajzat s'kam mundësi të bëj thonjt, apo të lyej flokët në parukeri, apo të bëj trajtime tjera. Përveç kësaj do dalin disa detyrime, disa shpenzime që do të vendosin në një pozitë të vështirë. Mund t'jenë dëme që ti duhet paguash, mund t'jetë një diçka që ndodh në familje që të krijohet një borxh i madh, që një gjë që duhet paguar me një herë, mund t'jetë një situatë krize nga ana financiare. Për disa luan, se ky është leximi i përgjithshëm, për disa luan mund të ndodhë edhe një pushim nga puna në periudhën e marsit, kështu që kujdes me diskutimet, me debatet, me këto kundërshtimet e forta të janarit. Nëse je në një situatë të tillë ku puna është shumë e domosdoshme për ty, sepse jeton me rrogën dhe nëse nuk e ke luksin të marrësh çdo rrogë, çdo muaj rrogën edhe të vendos në vështirësi, aty duhet të tregosh shumë kujdes, mos bisedo më shumë se ç'duhet, mos krijo konflikte, armiqësi rreth teje, se mund të ndodhë edhe një pushim në mars. Jo për të gjithë sigurisht, por e shikoj si një energji problematike ku disa luan mund edhe të humbasin vendin e punës. Kjo do të ndodhë sepse do të hapet një mundësi më e mirë për ty, po ama në moment që ndodhë do të jetë një shok i madh, do jetë mos do thua si do ja bëj tani, si do paguaj qeran, si do paguaj kredin e shtëpisë, si do paguaj faturat, detyrimet e tjera. Dhe e keni këtë ngarkesën, këtë stresin, o bobo, si do ja bëj, si do ja dal, si do e zgjidh, si do shkoj jeta ime, si do shkoj situata, gjërat e mia. Dhe do ndjeni edhe pa suport nga ana e të tjerëve. Nuk ke dikë në jetën tënde që të shkosh t'i kërkosh para ose t'i kërkosh ndihmë. Kjo edhe sepse s'kan ndoshta të tjerët, nuk kanë mundësi, nuk ke një person nga familja që t'jetë në gjendje të mirë ekonomike, që nuk e ka problem të t'ia borxh. Mund t'jenë të gjithë në të njëjtën situatë, që të gjithë janë me rroga, e të gjithë mezi shtyen muajnë me detyrimet që kanë, dhe nuk ke ku kërkon, nuk ke se çfarë bën më shumë se sa aq. Po bëj durim, thash, merri gjërat me qetësi, situata do ndryshoj. Në muajin prill shikoj që diçka do të kthehet për ty, do të dalë një mundësi e papritur, diçka që ti do hidhesh me një herë. Do thuash po, do ta bëj këtë gjë, po, do ta provoj. Për disa është një punë e re, mund të jetë një punë e re për ty, nëse ndodh pjesa e pushimit nga puna, po shikoj edhe një gjë që është me risk, se shikoj një përqindje risku që ti do ta marrësh dhe do dalë mirë, por të tjerët mund të habitën, mund të thotë mo si po e bën këtë gjë, mund të provosh, për shembull të kanë mbetur, po t'jap vetëm një shembull, mund të jetë diçka e ndryshme, po të kanë mbetur paratë e fundit, 100 euro shi i fundit, edhe thua do të shkoj në kazino, e luan edhe fiton 1.000, e kthen në 1.000, do ndodh një situatë e tillë ku me pak para ti do marrësh një risk, do hidhesh, do bësh diçka, edhe do arrish ta konvertosh në një shumë më të madhe që do t'ja dalësh të paktën me detyrimet që ke. Ky është një rast ekstrem, nuk është një rast që ju rekomandoj luan. Sigurisht kujdes me këtë pjesë. Çfarëdo që do ndodh, që do dalë për ty, se mund të jetë një mundësi pune, mund të jetë një punë e përkohshme, diçka, mund të jetë një person që të ndihmon me para, që është një njeri jo i familjes, jo i rrethit tënd, është një person i ri
Sido që tjetë situata, shikoj që ajo pjesa ëndrimtare e jotja, besimi që ti ke, thua mua mecën mbar, mua gjërat më vinë, mua këtu i harxoj parat, këtu më vin para prap në një formë tjetër. Besimi i madh tek vetja do të ndihmoj në prill për të dalë nga rrethanat, nga vështirësitë, nga situatat dhe shikoj edhe një optimizëm, një pozitivitet, kur nuk ke asgjë për të humbur, dhe kjo është një e vërtet që shumë njerëz e kanë provuar. Kur je në fund, nuk ke ku shkon më poshtë se sa fundi. Vetëm mund të ngjitesh nga aty ku je, vetëm mund të shkosh lart, vetëm mund të ngjitesh. Edhe kështu do ta ndjesh veten në muajin prill. Do thuash, jam në fund, s'kam asgjë për të humbur, ta provoj edhe ajo do t'jap rezultate të mira, sepse në maj unë shikoj para dhe nuk do t'jetë thjesht një shumë parash për shumë prej jush, po do t'jetë një shumë që vjen çdo muaj ose në një interval të caktuar. Pra këto janë të ardhura shtesë për ty. Mund t'jetë një punë e qëndrueshme për disa luan, mund t'jetë një punë part-time, mund t'jetë ndihmë nga një person, çfarëdo qoftë, ndryshon situata. Dhe ndryshon situata vetëm për shkak të besimit tënd, vetëm për shkak të iniciativës tënde, vetëm për faktin që ti u hodhe, besove tek Zoti, besove tek universi, more riskun dhe atë rrezikun edhe fati do të buzëqesh dhe do të shpërblej. Kështu që atë shqetësim që do të kesh në fillim të vitit për pjesën financiare, situata do të vi duke ndryshuar, duke u përmirësuar deri në muajin maj. Muaji maj është shumë i favorshëm në këtë aspekt. Ke akoma shumë punë derisa të arrish atë nivel jetese që ti dëshiron për veten tënde, por të paktën këtë problemin e parave që të heqesh ato detyrimet, nevojat bazë nuk do ta kesh më. Do jesh shumë herë më mirë, shumë herë më në qetësi, më rehat. Kurse në muajin qershor, ky është muaji ku gjërat marrin një kthes për ty, një drejtim tjetër. Pse? E para, sepse me 13 qershor, Afrodita, planeti i dashurisë, planeti i së bukurës, planeti që lidhet edhe me luksin, me mirëqenien me parat, futet në shenjën tënde, në luan. Dhe kjo menjëherë do të bëjë të ndihesh më mirë, më bukur, me pamjen e jashtme, do të bëjë të rrezatosh, por do të sjell edhe vëmendje, komplimenta shumë, mund të sjell edhe dhurata, njerëz që duan të t'japin para, apo njerëz që duan të të ndihmojnë nga ana financiare, të ndihmon për të gjetur një vend pune më të mirë, për të pasur kontakte pune, admirues, nëse je single, kjo është një energji shumë pozitive, sepse ke njerëz që admiruesit janë më të shumt në numër ose admirueset gjatë kësaj kohe, fokusi, vëmendja, të gjithë syt janë tek ty. Nëse do të merresh me rrjetet sociale, të punosh online, është një kohë shumë e mirë dhe ke më shumë klient, ke më shumë para, më shumë të ardhura, pra të tërheq është një energji shumë magnetike, njerëzit janë më të tërhequr ndaj teje, vëmendja, fokusi është shumë tek ty, edhe kjo të bën të ndjesh mjaft mirë. Përveç asaj, me datë 30 qershor, në fund të muajit, ndodh ndryshimi, eventi i shumë pritur, kur Jupiteri futet në shenjën tënde në luan. Dhe Jupiteri në luan do të qëndroj nga 30 qershori i 2026 deri në fund të qershorit të 2027. Dhe kjo ndodh një herë në 12 vjet që ti e ke Jupiterin në energjin tënde, në shenjën tënde. Është diçka e rrallë, është planeti i fatit, i mbarësisë, i bollokut dhe të favorizon në të gjitha drejtimet. Do ndihesh njëri me fat, pra, në çdo aspekt. Do ta gjesh veten në vendin e dur, në momentin e dur, duke folur me personat e dur,
shkon diku për të blerë diçka, gjen një gjë me ulje, t'japin një kupon, t'japin, nuk e di, bli një, t'japin një falas, pra do të ndodhin situata nga më të ndryshmet, nga këto më të thjeshtat, më praktike që po t'jap si shembull në përditshmëri, deri tek gjëra më të mëdha. Prandaj nëse do të provosh fatin të luash në lotari ose diçka është shumë më mirë mbas 30 qershorit, atëherë kur Jupiteri kalon në shenjën tënde. Nëse je luan ose ke ascendente në luan, pastaj është e përforcuar si energji. Edhe pse të shikoj pak në qershor në fillim të muajit, që prap nga ana emocionale nuk të shoh mirë, sepse do thuash, ok, fillova këtë punën e re, ose kam këto të ardhurat, po kam akoma shumë gjëra, ke shumë dëshira, shumë ëndra, shumë pritshmëri dhe kërkesa për veten tënde, sepse ti si luan do të jetosh mirë, do të jetosh si një mbret, si një mbretëresh, dhe nuk mjaftohesh me pak. Prandaj edhe vjen kjo pjesa e pakënaqësisë, pjesa e hatërmbetjeve, dhe hatërmbetjeve nga njerëzit, do t'jenë shumë gjëra gjatë vitit që do t'i mbash mend, personat të cilët nuk të kanë qëndruar pranë apo nuk të kanë dhënë mbështetje, do t'i mbash mend të gjitha situatat, të gjitha rrethanat, dhe do thuash, mendova që kisha një rreth më të madh shoqëror nga ato që kam realisht. Po kjo do jetë e përkohshme, sepse nga data 30 pastaj ndryshon energjia jote dhe ti do ta ndihesh vetë, do ta ndihesh në aspektin psikologjik, në aspektin emocional, në korik të shikoj shumë herë më mirë, shumë herë më mirë, jene elementin tënd, plot konfidencë, me një energji që nuk do t'ja dish se çfarë bëjnë të tjerët, nuk do t'ja dish për opinionin e të tjerëve, kthehesh në atë optimizmin tënd, në atë energjinë tënde dominante prej lideri ose lidere, ku gjërat ecin mirë, gjërat ecin bar, ke para, fizikisht ndihesh më në formë, ndihesh më mirë. Koriku do jetë shumë i mbar, shumë i favorshëm si muaj për ty. Aq më tepër që kemi edhe sezonin, fillimin e sezonit të luanit me datë 22 korik, kur dielli futet në shenjën tënde. Dhe kjo është periudha më e mirë e vitit për ty, me diellin në shenjën tënde deri me datë 23 gusht, sepse ti dominon si energji. Kjo është koha më e mirë për gjithë shka që ti do të bësh, do të investosh, do të bësh blerje të rëndësishme, do të investosh tek vetja jote, do të fillosh një lidhje dashurie, do të fitosh më shumë para, do të hapësh një biznes, çfarëdo që ti do të bësh, ki parasysh sezoni i luanit është koha më e mirë, koha më e favorshme për ty, për ta zgjidhur, për t'i marrë këto vendime, për të pasur rezultate sa më të mira dhe rezultate sa më pozitive. Ndërkohë, në muajin gusht, shikoj fizikisht, shikoj që do ndihesh mirë, me forcë, po përveç forcës fizike dhe energjisë që ti do të kesh edhe forcë nga ana psikologjike, forcë nga ana emocionale. Dhe kemi me datë 9 gusht Mërkurin, planetin e komunikimit, planeti që lidhet me mënyrën se si ne e përpunojmë informacionin, se si flasim me të tjerët, se si mendojmë, arsyetojmë, dhe Mërkuri futet në shenjën tënde, në luan, nga data 9 gusht. Kjo të jep shkatësi, të bën që të arrish të përballosh shumë presion, shumë punë, shumë gjëra njëkohësisht, të bën të ndihmon me kujtesën, të bën që kujtesa jote të jetë aktivizuar, të jetë shumë me mbretësi të jashtëzakonshme në këtë kohë, dhe në komunikim ke një forcë, ke një vendosmëri që askush nuk ta kalon. Kjo është koha më e mirë për të zgjidhur kontrata, marrëveshje, biseda pune, biseda, zgjidhjen e konflikteve apo diçka që ti ke dashur t'ja thuash dikujt, por nuk e pasur mundësinë apo këtë hatërmbetjen e qershorit, këtë ndjesinë që ti ke që nuk ndihesh plotësuar, nuk ndihesh mirë,
do t'jetë koha për t'i thënë të gjitha, për t'i vendosur pikat mbi i, për të treguar kush ti je realisht, forcën tënde si luan. Tash Mërkuri vetmja aspekt pak negativ në gusht është pjesa e tensionit, sepse të jep kaq shumë energji sa nuk ke mundësi të relaksohesh, sidomos nga ana e mendimeve, mendja është gjithkohës në lëvizje, ke shumë ide, ke shumë gjëra e nuk përqendrohesh dot në diçka, po mund të kesh vështirësi për të pagjumësi, për të fjetur gjumë, ndonjëherë edhe probleme që lidhen me sistemin tretës, nëse nuk ushqehesh siç duhet, duke qenë se je vazhdimisht në lëvizje. Në gusht mund të ndodhë që të hash ushqime që janë të thata, ose ushqime që janë të gatshme, ushqime të shpejta, edhe kjo do të ndikoj pak tek pjesa e tretjes, tek pjesa e stomakut. Po përgjithsisht do të kesh forcë, do të kesh energji dhe do të mbarosh shumë punë që i ke si synim, ose shumë biseda, shumë gjëra që ke dashur t'i thuash, t'i zgjidhësh, do të jetë koha për ta bërë këtë gjë. Kurse shtatori do të jetë një muaj që do të dëgjosh fjalë, do të dëgjosh tash e theme për veten tënde, do të kërkohet diçka në aspektin e punës, do hezitosh sepse ti e di që do vi me një përgjegjësi të madhe. Mënyra se si të tjerët do ta paraqesin, mund ta paraqesin në një formë që do duket sikur është një diçka shumë e madhe, është një privilegj për ty, është një mundësi shumë e mirë, por në fakt ti do të kesh atë ndjesi që do thuash, duket sikur është mirë, por kjo do më kushtoj, do jetë shumë garkesë, shumë lodhje. Çfarëdo që do të ofrohet, se diçka do të ndodhë në shtator, mund t'jetë nga puna, po mund t'jetë edhe diçka në familje, biseda që keni, rregulla që keni, një situatë ku nëse je në një marrëdhënie në çift, i duhet partnerit ose partneres të udhtoj për punë dhe ti ngelesh vetëm dhe gjithë përgjegjësinë e familjes se ke ti mbi shpatulla, ose ndodh një situatë tjetër ku dikush të kërkon ndihmë, të thot për një kohë të shkurtër të vi të qëndroj me ty, për një kohë të shkurtër, më vonë ajo kthehet në muaj të tërë, pra do jetë diçka që ty nuk do të bindë, do ta kesh si ndjesi, nuk do thuash dot jo, është një gjë që nuk e kundërshton dot, je në një pozicion që nuk thua dot jo, nuk mund të jetë një detyrim moral, një detyrim emocional, që është një person e ke të afërt, të familjes, e ke për zemër, por mund të jetë edhe një detyrim në punë ku nuk e kundërshton dot, je vartësi i një pror ta kërkon, apo një shef, një menaxher të kërkon diçka dhe ti e di që do lodhesh, e di që do ngarkohesh, po edhe nuk i thua dot që se bëj dot si punë, sepse ajo mund të sjellë probleme pastaj. Do ta marrësh për sipër me datë 28 shtator në fund të muajit. Marsi, planeti që lidhet me atë luftën, me atë shpirtin tënd luftarak, me adrenalinën, me mënyrën se si ti merr vendime, iniciativa, futet në shenjën tënde, në luan, dhe Marsi t'jep energji, po Marsi edhe të lodh shumë. Në tetor, sidomos, shikoj që merri gjërat me një hap të ngadalshëm, me një hap të menaxhueshëm. Se nga shtatori në tetor, sidomos deri në fund të muajit, ti do kesh bërë kaq shumë gjëra, edhe pak me atë egon, me krenarinë tënde, për të treguar që unë bëj edhe më shumë, unë ja dal edhe më shumë, kaq punë më dhe, po unë bëj këtë dhe bëj edhe diçka tjetër. Nga ajo pastaj do të sjellë në një pikë që mund ta gjesh veten në fund të muajit me një lodhje fizike, ku të dhëm trupit, të dhëmbin kockat, nuk ndihesh mirë, dhe të me lodhje që thua nuk ja dal dot më nga ana psikologjike, nuk kam kohë të lirë fare, nuk kam kohë për veten, nuk kam kohë për asgjë, vetëm punoj, bëj, nuk kam kohë ta shijoj jetën. Sikur do të mblidhen të gjitha, shikoj, në muajin tetor.
Kjo është edhe pak pasoja e Marsit në Luan, se Marsi në Luan është si zjarë që shpërthen me një herë, e pastaj digjet shpejt, e pastaj nuk ke më energji fare për ta vazhduar. Nëse të ofrohet një punë që është me ngarkesë fizike, që ti e di veten se sa mundësi ke, mund të duket mirë, thua ok, do fitoj para, po aja vlen për atë lodhje që ti ke. Mund të jetë një punë në restorant, në lokal, mund të jetë një punë që ka të bëj punë ndërtimi, apo çfarëdo pune që është shumë fizike, që është e lodhshme për moshën që ti ke, për energjinë që ti ke, për shqetësimet nga ana shëndetësore që ti ke. Duhet të tregohesh shumë realist ose realiste me veten tënde, me kapacitetin tënd, dhe të mos e mbi ngarkosh veten më shumë se ç'duhet. Kjo është energjia e Tetorit. Për fat të mirë do zgjidhet diçka, ose do jetë një gjë që është vetëm për ato muaj, shtator, tetor, sepse të shikoj të lehtësuar në nëntor, mbyllet me aq, e mbaron atë punë çfarë ke për të bërë, dhe deri në nëntor shikoj shumë më mirë, të shikoj më të qetë, shikoj më të lumtur. Tetori, e gjithë ajo lodhja, e gjithë ngarkesa, do arrish të bësh pushim, do kesh më shumë kohë, mund të shkosh edhe me pushime diku në nëntor, në një vend të ngrohtë, largohesh, është një formë që thua ok, sakrifikova, u mundova, po tani kam kohë për tu qetësuar, dhe do jetë ai muaj që ti do ndihesh më mirë, më me energji, më me relax, më me qetësi, më kohë për veten, më kohë për familjen, më kohë thjesht për ta shijuar jetën, dhe për të shijuar lodhjen dhe ngarkesën dhe mundin e muajve të 2026 deri në këtë pikë. Dhjetori, pastaj këto 2 muajt e fundit të vitin mbyllen në mënyrë të qetë. Në dhjetor shikoj një rikthim në vendlindje, nëse jeton larg, një rikthim në gjërat që ty të kujtojnë fëmijërinë, të kujtojnë traditën, të kujtojnë shoqërinë e vjetër, një mbledhje me familjen, të bashkohesh me familjen e gjerë, me persona që mund të kesh vite pa i takuar, vite pa i parë. Dhjetori është një muaj ku shikoj një fokus shumë të madh edhe tek fëmijët, tek kujdesi për fëmijët, tek ajo dëshira për të krijuar kujtime sa më të bukura me fëmijët, kujtimet e festave, për të pasur, për të kaluar atë kohën cilësore me ta. Ke nevojë për sinqeritet, ke nevojë për qetësi, ke nevojë për të shijuar gjërat e vogla në jetë. Ndonjëherë Luan, ti ke këto ambicet e mëdha, këto dëshirat e mëdha, këto planet, këto dëshirat që lidhen edhe me egon tënde për të provuar se sa potencial ke si person, po ndonjëherë ajo që të shijon më shumë është një ushqim i mirë apo shoqëria e mirë me njerëz që ti ke të familjes, apo me njerëz që janë të shtrenjtë për ty, në një ambient të thjesht, ndoshta pa shumë lukse, pa shumë zbukurime, po që ka dashuri, ka ngrohtësi, dhe ndihesh rahat, ndihesh vetvetja dhe të kthen në atë pjesën e fëmijërisë, në ato kujtimet e hershme. Do mbyllet me një energji shumë të ngrohtë edhe shumë të bukur dhjetori. Dhe për ju, për vitin 2026, kristali që unë rekomandoj që do t'ju ndihmoj është citrina. Është citrina që është një lloj kuarci në ngjyrë të verdh. Një sekret tjetër Luan për ju është që citrinën ju mund ta karikoni në energjinë e diellit. Është një nga kristalet që ka forcinë e duhur që nuk dëmtohet as nga uji, as nga dielli, përkundrazi, në ndryshim nga kristalet e tjera që karikohen, mbledhin energjinë e hënës, citrinën mund ta lësh jashtë në një ditë me diell, mbledh energjinë e diellit dhe të ndihmon ta kesh me vete shumë mirë, sepse të sjell optimizëm, të ndihmon të tërheqësh para, të tërheqësh sukses,
të ndihmon shumë për pjesën e vitalitetit, energjisë pozitive për të sjellë humor. Dhe mesazhi thot, suksesi do të jetë i yti, shkëlqe dhe ndiq pasionin tënd. Pra mos u dorëzo, sepse rezultatet do t'i shohësh, do jenë rezultate shumë të bukura, do jenë rezultate pozitive, vetëm vazhdo përpara. Citrina në antikitet njihet edhe si kristali ose guri i tregtarit, sepse tregtarët e mbanin në pjesën e lindjes së mesme, e përdornin tek pjesa e kasës, aty ku mbanin paratë, vendosnin një gur citrine që të ndihmonte për të tërhequr më shumë klienta, për të pasur më shumë shitje. Kështu që nëse ti ke disa synime për të hapur një biznes, do të fillosh një punë të re, do të fillosh një bashkëpunim, do të merresh me rrjetet sociale, do të punosh me klient, të kesh një biznes tëndin apo punë me klient, është shumë mirë të mbash citrinën me vete kudo, në formën e një unaze, në formën e një varsje, byzylyk, në formën e vathëve. Mbaje citrinën në trup me ty në çdo moment. Nëse interesohesh për bizhuteri ose stoli me citrinë, mund të gjesh lloje nga më të ndryshme, byzylyk, mund të gjesh unaza, mund të gjesh varse, mund të gjesh vath tek website-i im. Dërgesa bëhet në çdo vend të botës. Futu tek linku në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjen këtu poshtë tek video, ka gjëra shumë të bukura, opsione shumë të bukura. Përveç kësaj, nëse do të mësosh të lexosh vetë letrat tarot ose letrat e orakullit, janë pikërisht to letra që unë po përdor në këtë video, tarot e para në shqip dhe letrat e orakullit, të dyja pakut vinë me librin që shpjegon se si mund të lexosh vetë letrat, i porosit nga website-i im dhe t'i dërgoj në shtëpinë tënde me post. Gjithashtu, nëse ke interes dhe do të porosisësh të rezervosh një lexim privat me mua për vitin 2026 ose një lexim dashurie, një lexim për punën, për çfarë të duash ti, për pyetjen që ti ke. Gjithashtu, tek website-i mund të rezervosh aty edhe një herë në www.goldentruthtarot.com. Futu tek linku, sepse aty mund të gjesh informacion pa fund, gjithçka është listuar, stolit me bizhuterit me kristale, me gur të çmuar, tarot, letrat e orakullit dhe sigurisht edhe leximet private. Të falenderoj shumë, të uroj gjithë të mirat dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim.